Lumi Osum është tërhequr në shtratin e tij, por ka lënë pas dëme të mëdha në fshatin Çiflig, Arrës dhe në lagjen Dafinat të bashkisë Dimal. Kudo shihen gjurmët e përmbytjeve, balt dhe lluc nëpër banesa, orendi shtëpiake të shkëtruara, si dhe prodhime bujqësore të dëmtuara. Me kameran e Report Televizion kemi hyrë në disa shtëpi njëkatëshe, ku shihet se mobilje dhe pajisjet elektroshtëpiake janë shkatruar plotësisht. Si që shikon, për beme, për përdorime ato? U larguat apo ndaje në shtëpi? Jo, ndajtëm në shtëpinë. Ku do vijem? A shuj lagështi për një në kizi është do. Rri me frikë, rri me ti vjen darka, vjen njezi. Ja, shiko. Ja, deri këtu. Ku të më vjetë për ditë, a është të merë, erdi lumi, sa dolëm të porta plasë. Mi ha do shumë të shpia. Ku të vejni? Shikoj, si janë zinat? Ja. 7 muaj, unë të reja, ja, për të edu poshtë. Në shqipe, nuk kemi qastime. Ndërkohë në Nuj ndodhen ende 10 hektar tokë në territorin e bashkisë Dimal. Grupet e vlerësimit të dëmeve dolën sot në terren, një ditë pas protestës së banorëve përpara dyerve të bashkisë Dimal. Banorët shprehen se janë përmbytur disa herë ndër vite dhe institucionet nuk kanë ndërhyrë për të parandaluar situata të tilla, siç është pastrimi i kanaleve kulluese dhe riparimi i argjinaturave.